e di kush e kontrollon azilet dhe ne nuk e dim kush e kontrollon azilimin në Shqipëri. Po ka dhe një gjë tjetër. Ne në përpjekje që të marrim kujdestar në shtëpi për prindit tanë, nuk e dim kush i kontrollon ka kujdestar, nuk e dim kush i kontrollojnë agjensitë. Besoj ju ka qelluar të keni të bëjmë me kujdestar të cilët të thonë sot për nesër unë nuk do vi. Ose thjesht të vjedhin gjithë shtëpinë edhe ti vetë e ke shtëpinë bosh, ke vetëm nënën aty që rrihet xhep me sy bosh. Ose nuk të vinë fare dhe të gënjejnë. Ose ndodhin nga të gjitha, sepse askush nuk e kontrollon ata paguajnë kesh, ata nuk kanë sigurime, agjensitë që kontrollojnë ata nuk figurojnë të kontrolluara nga tatimet, nuk e di nëse ministria ka kontroll në këto agjensi, thotë që ka, po nuk e di. Dhe për këtë jam duke folur për Ministrinë e Mërqenes Sociale. Një ministri që ka kontroll mbi azilin, një ministri që ka kontroll mbi agjensitë, mbi kujdestarët, sepse këta njerëz të cilët kërkojnë punë dhe janë shumë, më ka qelluar të flas pafund të kohë me gra të cilat kanë probleme të forta me fëmijët. I kanë në burg, i kanë në kthjetrat e bigjozit, në kthjetrat e drogës, në kthjetrat e veseve. Njëra më tha punon me parafarmaceutik, unë se kuptova, me drogë. Janë të gjithë nëna të cilat janë detyruara të shlyejnë borxhet e fëmijëve, dhe të cilat nuk marrin asnjë përgjegjësi për nënën tënde. E ky është problemi. Do të thënë, janë jashtë kontrollit. Dhe ne bëjmë sikur i paguajmë dhe ato bëjnë sikur kujdesen për prindrit tanë, dhe ndërkohë s'ka asnjë kontroll. Dhe kontrolli vetëm është kamera. Ne bëm kamera. Do të thënë, ne po ja besojmë teknologjisë, ndërkohë që po humbasim shpirtin, mendjen, financat, dhe mendojmë që nuk kemi ç'bëjmë, na ka rënë. Po si na ka rënë? Ndërkohë që ju ka rënë juve që të ndani portofolet, që të kuptoni që këtu mungon një portofol i rëndësishëm, portofoli i cili është nga më të rëndësishmit dhe nga më shpresit e fytyrës suaj të Partisë Socialiste, e cila është një parti e majtë, dhe në fund të fundit e majta duhet mendoj për gjitha njerëz të cilët i shikon të ulur këtu, e qofshin kaq mirë për erë, e pashin jetë të gjatë, e gjetëshin dëshirë për qëndruar me njëri tjetrin, po e dini sa shumë njerëz ka brenda këtyre dritareve, të cilët nuk hapin dot as dritaren. As dritaren nuk hapin dot. E dini sa shumë njerëz i kanë fëmijët në migracion, dhe ata nuk ja dalin përveç se me telefonat e komshia, e janë këta prindrit tanë të cilët mësojmë që humbën rrugën, që udhën nga balkoni, janë në mes të asgjës. E di, ata konë ne vetë mendojnë, nuk ja dalim dot. Kemi nevojë për ju, kemi nevojë për shtetin, kemi nevojë për një ministri të re, atë që quhet Ministria e Mërqenes Sociale.